Horoskopi ditor. Çfarë ju pret më 12 qershor 2025? Përgatitu të mirëpresësh ditën e nesërme me një buzëqeshje. Këtu do të ndajmë me ju parashikimet e horoskopit ditor për 12 qershor 2025. Pavarësisht nëse jeni një dashi i zjarrt apo një peshk këndërimtar, yjet kanë diçka të veçantë për secilin prej jush. Le të zbulojmë bashkë çfarë ju pret në dashuri, fat, para dhe shëndet, dhe si të shfrytëzoni në maksimum energjitë e kësaj dite. Zbulojeni tani dhe përgatituni të mirëprisni ditën me vetëdije dhe pozitivitet. Jeni gati? Le të fillojmë. Dashi 21 mars, 19 prill. Dashuria, këtë javë, yjet favorizojnë komunikimin e hapur. Mund të keni një bisedë të rëndësishme me partnerin ose të takoni dikë të veçantë nëse jeni vetëm. Fati, numrat me fat janë 7 dhe 12. Mund të keni një mundësi të papritur që lidhet me një udhëtim të shkurtër. Paraja, kujdes me shpenzimet impulsive. Mund të shfaqet një shpenzim i papritur, por gjithashtu mund të gjeni një mënyrë për të kursyer. Shëndeti, energjit janë të larta. Shfrytëzojeni këtë për aktivitet fizik, por kujdesuni për ndonjë dhimbje koke të lehtë. Rituali ditor. Vendosni një qëllim të qartë për ditën sapo të zgjoheni. Shkruani atë në një letër dhe mbajeni me vete. Kjo do t'ju ndihmojë të përqendroheni dhe të ndërmerrni veprime të guximshme. Demi 20 prill 20 maj. Dashuria, stabiliteti është çelësi. Kaloni kohë cilësore me partnerin ose ndajini ndjenjat me dikë që ju pëlqen. Fati, ngjyra jeshile sjell fat. Mund të merrni një lajm të mirë lidhur me shtëpinë ose familjen. Paraja, një mundësi për të rritur të ardhurat mund të shfaqet përmes një hobi ose talentit tuaj. Shëndeti, kujdesuni për dietën. Ushqimet e pasura me fibra do t'ju ndihmojnë të ndiheni më mirë. Rituali ditor, mbani një gur smeraldi ose aventurini në xhep. Kjo do të tërheqë stabilitet dhe bollëk financiar. Binjakët 21 maj 20 qershor. Dashuria, dita favorizon bisedat interesante dhe flirtin. Kujdes nga keqkuptimet e vogla. Fati, fjalët tuaja kanë fuqi. Shprehuni qartë dhe me besim. Paraja, mund të keni një ide të shkëlqyer për të gjeneruar të ardhura shtesë. Analizojeni me kujdes. Shëndeti, stresi mendor mund të jetë i pranishëm. Gjeni kohë për t'u çlodhur dhe për të lexuar. Rituali ditor, shkruani 3 gjëra që dëshironi të arrini këtë ditë. Përdorni fjalë pozitive dhe veproni për t'i realizuar ato. Gaforja 21 qershor 22 korrik. Dashuria, keni nevojë për siguri emocionale. Flisni hapur me partnerin për ndjenjat tuaja. Fati, intuita juaj është e fortë. Besojini instinkteve tuaja veçanërisht në çështjet familjare. Paraja, mund të shfaqet një mundësi për të investuar në pronë ose për të rregulluar diçka në shtëpi. Shëndeti, kushtojini vëmendje stomakut. Konsumoni ushqime të lehta dhe qetësuese. Rituali ditor. Vendosni një gotë ujë pranë shtratit natën. Në mëngjes, falenderojeni ujin dhe mendoni për një qëllim të thellë, më pas pijeni. Luani 23 korrik 22 gusht. Dashuria, dëshira për vëmendje është e theksuar. Sigurohuni që t'i jepni edhe partnerit hapësirë. Fati, kreativiteti juaj është në kulm. Shfrytëzojeni këtë për të zgjidhur problemet. Paraja, një projekt i ri ose një ide inovative mund t'ju sjellë fitime. Shëndeti, kushtojini vëmendje zemrës. Aktiviteti i moderuar fizik është i favorshëm. Rituali ditor, vesheni diçka me ngjyrë të artë ose të verdhë. Para pasqyrës përsërisni, unë jam i fuqishëm dhe fatlum. Virgjëresha 23 gusht, 22 shtator. Dashuria, kërkoni perfeksionin, por mos harroni të relaksoheni. Një bisedë e sinqertë do të forcojë lidhjen. Fati, detajet janë të rëndësishme. Një analizë e kujdesshme e situatave do t'ju sjellë fat. Paraja, mund të gjeni një mënyrë për të organizuar më mirë financat tuaja dhe për të kursyer. Shëndeti, kujdesuni për sistemin tretës. Ushqehuni shëndetshëm dhe pini ujë mjaftueshëm. Rituali ditor, pastroni dhe rregulloni një pjesë të vogël të hapësirës tuaj, psr tryeza e punës. Kjo sjell qartësi mendore dhe fat. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Dashuria, harmonia është thelbësore. Kërkoni ekuilibrin në marrëdhënie dhe shmangni konfliktet. Fati, marrëdhëniet shoqërore janë një burim fati. Bashkëpunimi sjell rezultate pozitive. Paraja mund të shfaqen mundësi për të fituar para përmes partneriteteve ose marrëveshjeve. Shëndeti, kujdesuni për shpinën dhe veshkat. Bëni ushtrime për shtrirje. Rituali ditor. Gjeni një moment për të bërë një listë me 3 gjëra për të cilat jeni mirënjohës. Kjo do të tërheqë më shumë harmoni në jetën tuaj. Akrepi 23 tetor 21 nëntor.
Dashuria, intensiteti emocional është i lartë. Shprehni ndjenjat me kujdes dhe sinqeritet. Fati, transformimi është i favorshëm. Jeni gati të lini pas diçka të vjetër për të mirëpritur terren. Paraja, mund të ketë një mundësi për të riorganizuar financat, ndoshta përmes një investimi afatgjat. Shëndeti, kushtojini vëmendje shëndetit riprodhues. Praktikoni menaxhimin e stresit. Rituali ditor. Ndizni një qiri të errët ose të kuq të thellë. Meditoni për një qëllim të caktuar dhe lëshoni atë që nuk ju shërben më. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Dashuria, dëshira për aventurë është e fortë. Mund të takoni dikë interesant ose të planifikoni një udhëtim me partnerin. Fati, optimizmi juaj është magnetik. Besoni te fati dhe mundësitë e reja do të shfaqen. Paraja, mund të shfaqet një mundësi për të fituar para përmes udhëtimeve, edukimit ose aktiviteteve ndërkombëtare. Shëndeti, kujdesuni për këmbët dhe mëlçin. Aktiviteti fizik në natyrë është i shkëlqyer. Rituali ditor, mësoni një fakt të ri ose lexoni diçka frymëzuese. Planifikoni një aventurë të vogël për t'u ndier i lirë. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Dashuria, fokusi është te siguria dhe qëndrueshmëria. Punoni për të ndërtuar një bazë të fortë në marrëdhënie. Fati, puna e palodhur do të shpërblehet. Këmbëngulja do t'ju sjellë sukses. Paraja, mund të merrni një lajm të mirë lidhur me karrierën ose një mundësi për avancim. Shëndeti, kushtojini vëmendje kockave dhe kyçeve. Bëni ushtrime të rregullta. Rituali ditor, shkruani 3 detyra që duhet të përfundoni sot. Pasi t'i realizoni, ndjeni kënaqësinë e arritjes. Ujori, 20 janar 18 shkurt. Dashuria, dëshira për liri dhe pavarësi është e fortë. Kërkoni një partner që kupton nevojën tuaj për hapësirë. Fati, idetë inovative do t'ju sjellin fat. Jeni gati të thyeni rregullat dhe të shihni gjërat ndryshe. Paraja, mund të shfaqet një mundësi e papritur financiare përmes rrjetit shoqëror ose teknologjisë. Shëndeti, kujdesuni për qarkullimin e gjakut dhe sistemin nervor. Yoga ose meditimi mund t'ju ndihmojnë. Rituali ditor, bëni diçka ndryshe nga rutina juaj e zakonshme. Kjo do të stimulojë kreativitetin dhe do të sjellë fat. Peshqit, 19 shkurt 20 mars. Dashuria, intuita juaj është e thellë. Besojini ndjenjave tuaja, por kujdes nga idealizimi. Fati, simpatia dhe ndjeshmëria juaj janë burim fati. Ndihmoni të tjerët dhe do të shpërbleheni. Paraja, mund të ketë një mundësi për të fituar para përmes artit, spiritualitetit ose punës bamirëse. Shëndeti, kujdesuni për sistemin imunitar dhe këmbët. Gjeni kohë për të qlodhur dhe për të ndërruar. Rituali ditor, kaloni 5 minuta në meditim ose dëgjoni muzikë qetësuese. Vizualizoni dëshirat tuaja duke u bërë realitet. Dhe ja ku e mbyllim udhëtimin ton astrologjik për sot. Shpresoj që këto parashikime dhe ritualet ju ndihmojnë të planifikoni ditën tuaj me më shumë qartësi dhe pozitivitet. Mos harroni, yjet na ofrojnë udhëzime, por fushia e vërtet për të ndryshuar fatin tuaj qëndron tek ju. Besoni tek vetja, praktikoni ritualet që rezonojnë me ju dhe shfrytëzoni çdo moment. Ju uroj një ditë të mbarë dhe plot fat. Shihemi nesër.